Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Berisha deklaron se Internacionalja Demokrate e Qendrës mbështet denoncimet e opozitës, rezoluta kërkojnë qeveri teknike dhe zgjedhje të reja. Rrjeti i trafikut të armëve nga Europa drejt Shqipërisë u zbulua nga zbërthimi një telefoni celular, mesazhet çuan në pranga 8 persona. Golemi hap zyrtarisht sezonin turistik, Kavaja me një vijë bregdetare 19 kilometra të gjatë dhe këtë vit pret një numër më të lartë vizitorësh. Televotimi i publikut eliminon Frederik Ndoci nga ferma VIP, ndërsa Andreas gjet t'i jap fund beqarisë duke bërë dasmën bashkë me konkurrentët e tjerë. Atmosfera e krijuar në Myni nga finalja e Ligës së Kampionëve është vërtet mbreslënse. Mira tifozë kanë mbushur rrugët të shoqëruara nga muzika dhe aktivitete të tjera. Atmosfera në Myni është fantastike. Ne jemi në Olympia Stadium, aty ku mira tifozë, jo vetëm të Interit, edhe të Paris Saint-Germain, por edhe vendas dhe natyrisht të ardhur edhe nga vende të ndryshme të Europës e kanë elektrizuar edhe më shumë pritshmërinë e finales së mbrëmjes, atë të orës 21 mes Paris Saint-Germain dhe skuadrës së Interit, finalen e Ligës së Kampionëve, e cila do të luhet në Allianz Arena. Organizimi finales së Champions League në Myni është mbreslënës. Masat e larta të sigurisë me mbi 5.000 policë dhe agentë në gatishmëri nuk cënojnë askënd. Fanzoni kryesor është i pozicionuar në Olympia Park, zona më tërheqëse dhe më e rëndësishme e Mynihut, 85 hektar sipërfaqe, aty ku do ta shohin ndeshjen 25.000 fansa. Aktivitetet janë të larmishme, një hapësirë ku nuk mungon asgjë, muzik, shopping dhe lojra të ndryshme. Spikat në fanzon, turneu i legjendave me emrat e mëdhenj të futbollit si Kaka, Seedorf, Makelele apo Cafu. Tërheqjen më të madhe e krijon trofeu real i Ligës së Kampionëve, që krijon radhë të mëdha për ata që duan të bëjnë foto nga afër. Mirëpo, bukurinë më të madhe atmosferës para finales ja japin tifozët, ata që bëjnë edhe parashikimet për finalen e vitit. Chi vince stasera? Inter. 1-0 Eric Mkhitaryan. Maybe 1-0, 2-1. Sali Berisha tha këtë të shtunë se opozita është mbështetur në pretendimet e saj nga Internacionalja Demokrate e Qendrës që përfshin 10 forca politike. Sipas tij, rezoluta e miratuar kërkon krijimin e një qeverie teknike si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Internacionalja Demokrate e Qendrës, pjesës së cilës janë 108 parti politike, është e para organizatë ndërkombëtare që mbështet qëndrimin e PD-s për zgjedhjen 11 maj, duke miratuar një rezolut ku përfshihen të gjitha shqetësimet e opozitës për këtë proces. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli para gazetarëve për të lexuar dokumentin e miratuar dje, ku dënohet përdorimi i burimeve shtetërore në favor të Partisë Socialiste, dënohet friksimi i votuesve e kapja e shtetit. CDI-IDC bën thirrje autoriteteve shqiptare që të krijoj një qeveri teknike kujdestare për mbikëqyrë reformat drejt BE-s dhe për të përgatitur zgjedhje të reja. Berisha sqaroi edhe një herë gjatë konferencës me gazetarë se Partia Demokratike do të mbështesë kandidatët e saj që kërkojnë hapjen e kutive. Ata nuk do të humbasin kohën, t'i paraqesin ato që kanë paraqitur të kas, t'i paraqesin pranë përfaqësuesve tanë në KQZ, që përfaqësuesit tanë për qarqet që janë marrë vendimet për vlefshmëri apo pa vlefshmëri të procedojnë me shqetësimet e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha mbështeti kërkesën e Gazmend Bardhit drejtuar presidentit të Republikës, ku pretendohet se këshilltari i kryetarit të shtetit Ilir Rusmaili nuk mund të jetë edhe antar i komisionit të ankesave në KQZ. Që këshilltari i presidentit të Republikës nuk i lejohet asnjë detyrë tjetër, kjo është e sanksionuar në ligj. Dhe që presidenti e shkel me 2 këmbë të ligjin, në rast se mban këshilltarin që punon dhe në kas, vetë kuptohet. Të hënën kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të shkojë në Bruksel për të marrë pjesë në Asamblenë Politike të Partisë Popullore Evropiane,
ku do të përpiqet të bindë partitë e djathta se procesi 11 majit ishte i parregullt e nuk duhet të njihet nga komuniteti ndërkombëtar. Mesazhet e gjetura në një celular të sekuestruar pa kohë më parë zbuluan trafikun e armëve nga vendet e Bashkimit Evropian drejt Shqipërisë. Agjentët mbajtën në vëzhgim personat e përfshirë duke vënë në pranga 8 prej tyre. 8 personat arrestuar të premten nga antitrafiqet e Tiranës për një periudhë të gjatë ishin të përfshirë në trafikun e armëve të zjarrit, kryesisht e pistoletave. Roli i tyre në këtë skemë kriminale u zbulua nga mesazhe të dërguara nga disa prej të arrestuarve në muajin dhjetor, të cilët u goditen nga një operacion i përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës. Atë kohë lëshuan 14 urdhra arresti, nga të cilat 8 ishin shtetas nga Kosova dhe 6 nga Shqipëria. Nga zbërthimi një prej celularëve që sekuestroi Policia e Tiranës, u zbulua një mesazh që tregonte për përfshirjen e personave të tjerë nga vendi ynë në trafik. Pas hetimeve 5 mujore, antitrafiqet arritën në dokumentimin e provave që tregojnë se 8 personat e arrestuar së fundmi ishin të lidhur me trafikun e pistoletave dhe municioneve luftarake. Armët ishin të gjitha modele të reja evropiane. Pistoletat kryesisht kalonin kufirin nga vendet e Bashkimit Evropian drejt vendin ton ose në Kosovë, me makinat e rastit duke u fshehur në pjesët e motorit, ose me autobus, ku vendoseshin në valixha apo vende të tjera. Pistoletat e kapura shiteshin në Tiranë, Shkodër, si dhe në qytete të tjera me çmime që varionin nga 1.500 deri në 2.500 euro. Nëse pistoletat shiteshin me silenciator, çmimi shkonte deri në 3.000 euro. Sezoni turistik është hapur zyrtarisht edhe në Golem. Zona e Kavajës përfshin një vijë bregdetare 19 kilometra të gjatë dhe këtë vit operatorët presin një numër më të lartë vizitorësh. Në Golem është çelur zyrtarisht sezoni turistik veror me një aktivitet festiv të zhvilluar në qendër të këtij destinacioni bregdetar pranë monumentit Meteor. Në këtë organizim morën pjesë shumë qytetarë dhe pushues, të cilët u bashkuan atmosferës festive që shënojnë nisjen e sezonit. Operator turistik si dhe bujtina të ndryshme morën pjesë në panajirin që u zhvillua me këtë rast. Po ne jemi viti 4 që kemi hapur bujtinën tonë, që jemi në fshatin Sefer, 5 km nga Bregdeti. Edhe është hera dytë që marrim pjesë në panajirin e Kavajës që çelet sezoni plazhit. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i cili ju bëri thirrje pushuesve vendas dhe të huaj që të vizitojnë plazhet e Kavajës. Por ne duhet mobilizohemi gjithë që këto 3 muaj vere ta bëjmë ashtu siç dim ne, sepse Kavaja do ta them shpesh që është derë e madhe. Dhe i them gjithë turistëve shqiptar po gjithë turistëve në përbot, vizitoni Kavajën, vizitoni Golemin, vizitoni Malin e Robit, vizitoni Qerretin, vizitoni Karpenin, vizitoni plazhin e bukur të Carinës, plazhin e bukur të Gjeneralit. Kryebashkiaku tha se janë marrë të gjitha masat për të pasur një sezon turistik të suksesshëm. Ai theksoi rëndësinë që turizmi ka për zhvillimin ekonomik të zonës dhe siguroi se strukturat vendore janë të angazhuara për një sezon të sigurt dhe me standarde të larta shërbimi. Në Vlorë, turistët e huaj nuk zgjedhin të qëndrojnë vetëm në plazhe. Shumë prej tyre po tërhiqen tashmë nga malet dhe lugina që shoqërojnë gjithë vijën bregdetare. Jo vetëm turizëm detar, por edhe malor, Vlora është një nga destinacionet që tashmë ofron shumë duke ngjallur interesat të huajt për të eksploruar vendin. Rreth 50 turist italian, alpinist prej disa ditësh ndodhen në Vlorë, pasi më herët kanë gjetur malin e Tomorit. Sipas guidave lokale, prej kohësh është rritur kërkesa për të vizituar Shqipërinë. Ne sjellim vërtet shumë italian. Vitin e kaluar kemi sjell 4000 italian për Shqipërinë, për të vizituar Shqipërinë. Vlora i pëlqen jo vetëm për pjesën e Bregdetit, por është një qytet i madh që ofron shumë në fakt, dhe të gjithë kanë itinerarin e tyre dhe qëndrimin në Vlorë kemi gjithmonë më shumë se në qytetet e tjera. Turistët vlerësojnë ndryshimet që ka pësuar Vlora, por edhe Shqipëria, duke u bërë edhe thirrje të rinjve që të qëndrojnë në Shqipëri për të investuar në një vend që është duke u zhvilluar.
Ju bëj thirrje të rinjve të këtij vendi të qëndrojnë, ecni përpara, kështu si e keni nisur pasi jeni në rrugën e dur, keni turizëm të shkëlqyer malor. Ne bëjmë pjesë të një shoqërie alpinistësh në Itali, pra jemi këtu për të ecur. Kemi ngjitur malin e Tomorit. Unë kam qenë rreth 12 vjet më parë në Shqipëri, në zonën e Thethit dhe të Valbonës, ndërsa tani po shikoj sa shumë ka ndryshuar vendi juaj. Tani kemi ardhur në jug dhe këtu ka shumë alpinistë dhe po eksplorojmë disa vende të tjera malore. Pasi duam të ecim më shumë. Keni vende shumë të bukura dhe zona ku mund të ecësh. Është hera dytë këtu në Shqipëri, ndërsa herën e parë kam qenë dhe në Kosovë për të ecur. Isha vitin e kaluar dhe nuk arrita ta shikoja shumë, por këtë vit kam mundësinë të eksploroj më shumë. Bashkë me grupin gjitëm malin e Tomorit, por nuk është e vetmja gjë që do të bëjmë në Shqipëri. Jeni një vend që po zhvilloheni shumë dhe kjo është fantastike. Vlora Vion të mbetet një nga destinacionet më të kërkuara nga të huajt, teksa çdo vit numri i tyre regjistron rritje. Fermerët në Juglindje pështojnë kujdesin ndaj sipërfaqeve të mbjella me moll. Qershit dhe kumbullat u dëmtuan nga reshjet e prillit e përpasoj ata morën masa për të shpëtuar prodhimin e mollve. Prodhimi i qershisë dhe kumbullës në Juglindje të vendit për shkak të rreshjeve të dëborës shoqëruar me temperatura të ulta ka shkuar dëm për këtë vit. Fermerët nga një ran, por edhe specialistët, thanë se edhe prodhimi i pritshëm i mollës në përqindje jo të vogël ka shkuar dëm. Krejt ndryshe paraqitet situata me mollet me ata fermerë të cilët kanë trajtuar në kohën e duhur sipërfaqet e mbjella me këtë kulturë bujqësore. Arben Likollari është njëri nga fermerët e fshatit Dvoran që njihet për kultivimin e mollës. Ai tregon se nisur nga të dhënat që ka marrë nga sistemi i qendrës së transferimit të teknologjive në drejtorinë e bujqësisë në Korçë, në kohën e duhur ka realizuar ndërhyrjen e trajtimit të sipërfaqeve të mbjella me mollë. Kur na japin parashikimet e motit për situatat që temperaturat bjen në 0 gradë, edhe ne fillojmë të marrim masat emergjente para prake për ta mbrojtur atë. Dhe një ndër nga këto fenomene është që duhet trajtimi i mollës 4-5 ditë para se të fillojë ulja e temperaturës. Kjo trajtohet me stimulant, me preparate anti-stres, në mënyrë që bimat të krijojë një rezistencë kundër ngritës. Pëllum Çezmulka, fermeri nga i njëjti fshat, tregon se një pjesë e mirë e prodhimit ka shkuar dëm për shkak të mos trajtimit në kohën e duhur të sipërfaqes së mollës. Prodhimi ka pak o gjë, ajo sardinia pak o gjë ka mbetur vetëm nga temperatura që ka pasur të ulta. Edhe ka bërë dëme. Dëmtime ka bërë në sarkinë edhe në golë. Golë e ka rezistuar çik më tepër. Fshati Dvoran ka sipërfaqet më të mëdha të mbjellë me moll, kumbull dhe qershi në gjithë juglindjen e vendit. Kuvendi në Kosovë mbylli këtë të shtu një tjetër seancë pas një rezultat pozitiv sa i takon konstituimit. Opozita refuzoi votimin e fshehtë për drejtuesin e ri të parlamentit, çështje që tashmë ka përfunduar në gjykatën kushtetuese. 24 seanca pas një sukses ka bërë Kuvendi i Kosovës deri këtë të shtu në tentativën e radhës për të konstituar. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar që vendi të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Opozita sërish nuk ka pranuar të votojë në mënyrë të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Nuk votohet me diktat. Sot kemi një ngërç politik artificial, ju bëjmë ftesë për reflektim. Duke mos pas parlamentin e konstituuar, duke mos votu ligje, duke mos proceset, s'ka bëhet problem. Pra nuk e di si do t'i vjen funi kësaj pune. Ende po presim me shpresë çka do ndodh me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ndërsa vetë vendosje pret që opozita të ndërrojë qëndrim. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita të braktisë qëndrimet bllokuese. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe të jemi në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Votimi i fshehtë është propozuar në 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi kandidatja e vetëvendosjes për kryeparlamentare Albulena Haxhiu në disa votime të hapura nuk i ka marrë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur.
Çështja e votimit të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me mbështetjen e deputetëve nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë. Ata argumentojnë se është jo kushtetuese mënyra se si vetvendosje po tenton që kryetari i ri të zgjidhet me votim të fshehtë. Frederik Ndoci është eliminuar nga ferma VIP në mbrëmjen e 18 të spektaklit në ekranin e Vision Plus. Këngëtari u largua pas shpalljes së rezultateve të televotimit, por 5 konkurrentë të nominuar. Ndërkohë, atmosfera në fermë është ndezur me dasmën e Andreas. Mbrëmja 18 e spektaklit të shumë pritur Ferma VIP 2 që u transmetua këtë të premte në ekranin e Vision Plus, solli për publiku një natë mbushur me emocione të forta, largime të bujshme, rrëfime të ndjera, sfida argëtuese dhe momente të papritura. Spektakli nisi ndryshe nga zakonisht me një njoftim të rëndësishëm në panelin e opinionistëve. Në mungesë të Kastrozizos, krah Luanës dhe Zhakut këtë herë ul një figurë e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Adelina Ismaili. Artistja solli një energji të veçantë në studio, duke zëvendësuar me shumë dinjitet opinionistin e munguar dhe duke dhënë mendimet e saj në rolin e ri. Vizioni tashmë është bërë shtëpia ime e dytë. Frederik Ndoci ishte fermeri që ndërpreu rrugëtimin e tij si pasojë e televotimit të publikut mes 5 të nominuarve që ishin përballë njëri tjetrit. Fermeri që humbet përfundimisht statusin fermer dhe që duhet sonte të largohet nga ferma VIP 2 është Frederiku. Frederiku ishte një nga personazhet më të spikatur të këtij edicioni, i cili menjëherë pas vendimit të publikut, me një elegancë dhe sportivitet që e karakterizon, e cilësoi këtë eksperiencë si më të veçantën e jetës së tij. Ferma VIP nuk është bërë për VIP-a 6-7 vjeça. Unë jam i pari në botë, besoj që e kem bërë këtë. Por siç e do tradita, para se të largohej, Frederiku njoftoi edhe emrin e kryefermerit të ri. Zgjedhje kjo që këtë herë shkoi për Anduelin. Kryefermeri i ri është Andueli. Në kontrast me largimin e Frederik Ndocit, mbrëmja solli edhe një moment të rrallë dhe shumë prekës, një dasëm live në fermë. Andrea i dha fund beqaris duke u martuar me partneren e tij Gertën në prani të fermerëve të tjerë, familjarëve dhe një audiencë të gjerë që i ndoqin nga ekrani. Sigurisht që pranoj. Por çiftin që janë prindër të 2 vajzave të vogla, kjo ishte një ëndër e vjetër që u bë realitet fal mbështetjes së Agait dhe produksionit. Por emocionet nuk mbaruan këtu. Një tjetër moment i shumë pritur ishte ai i sfidës së buxhetit. Agai edhe këtë herë u tregua zemërgjer, duke u dhuruar fermerëve 70% buxhet. Nuk munguan as momentet argëtuese. Një prej tyre ishte sfida muzikore mes Frederikut dhe Erandit, të cilët sollën një performancë plot ritëm dhe humor në një duel rap që ndezi atmosferën dhe shkaktoi të qeshura pafund. Ferma VIP 2 vijon të mbetet një ndër programet më të ndjekura në Shqipëri, duke sjellë jo vetëm argëtim, por edhe histori njerëzore të sinqerta. Ndaj ju mos humbisni asnjë moment në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë do të ndajemi këtu, natën e mirë.